Të nderuar komisioner. Zotrit, lutem, prezantohu me emër. Enver Koromani punoj si kombinat mekanik polician. Po, me mikrofon që të dëgjohemi. Tani të nderuar komisioner, deputet, që keni ardhur sot këtu dhe kërkoni mendimet tona. Ta afroj pak mikrofonin. Kërkoni mendimet e popullit. Bas 14 vjetë sa i bie kjo reforma që keni bërë ju, dhe me reduktimin e 420 e sa që ishin ato komuna, ndodhi një fenomen i çuditshëm. Të gjithë kryetarët e bashkive që kishin vjedhur komunave, që kishin vjedhur, u legalizuan hotelet edhe shtëpitë në Tiranë. U krisën te komendat. Tani filluan e bëjnë një reformë tjetër. Kur unë diku e kam dëgjuar një ditë në televizor që thanë që i nderuari deputeti i Partisë Demokratike që më bëhet shefi që jeni sot tu, a kupton se edhe këta vëllezërit tani nuk i kemi marrë miq. Tha që në Francë 6.000 veta bëhesh një bashki dhe në zonat të caktuara edhe 300 veta bëhesh bashki. Që t'i vëm kapakun minares së xhamisë, them kështu. Pse nuk i shtoni bashkit? La Pardaja, si që ngrita i shoku atje, ka 20.000 banor, pse mos bëhet një qendër e vogël, edhe ata zhvillohen, kanë edhe infermierët, kanë mësuesët, kanë urbanet e tyre. Tani, pse të vim kësaj po, unë po them kështu, shkaku asaj revolte që po bëhet sot atje, ta them unë këtu edhe le kokën në tavolinë. Është revolt, ajo reforma që po bën ju, po zjen Shqipëria, ka 2 muaj po zjen Shqipëria i madhe i vogël. Vetëm nga kjo, di çdo më thënë ti heqësh bashkim, një qyteti i ka hequr flamurin. Shiko, unë jam takuar edhe me ministrin atje. E shikon atë majën deri në re, i nderuar Mazik, të parët tani i thanë atë dhe, u vranë u prerë në spata dhe nuk e lëshuan këtë vatan. Nuk na largoj Turqia në këto vende neve. Dru mos pri, gjëti jo, gurë mos ndirë, ku të vemi ne? Ku të vemi, e ruajt në muzinën. Ta di këta, shiko, do të regoj një sekret. E ruajt në muzinën, sot atje gjendën 300 milion plumba. Po kalben, ku ti thuash? 300 milion plumba borin atje, në 100 lek, imaginon se që bëhet. Ka lënd, nuk në lënd të punojmë. Iku mego në erë i Karafili, se këtë gjithën një gjej polica dhe vërë. I thoi ati Shalgjati të mbledhi mendjen, edhe mos të los me popullin, se e shikoni uraganin, është uragani madhë këj, edhe kjo po zjenë, po bën 2 muaj. Kjo është revolta. Sa bashki janë? 30 bashki, janë 300.000 banor. Edhe një diçka dhe e mbylla. Po e marim kështu, unë banoj në Poliçan. Kuçova ka pasur probleme me Beratin, e dini ju, në ndeshjen në Dinamon, u shpreh revolta e kthyen politik. Delvina me Saranën probleme. Tepelena me Maliajn probleme. Kërcyra me Përmendin probleme. Leskoviku me Ersekën probleme. Ne me Skraparin probleme. Tani, pse mos i shtoni ju, më fal, mbarova. Pse mos i shtoni ju, ty Leza, ajo Shëngjini, të hyve Lipoja, të hy ky Dermana se që sapër, se do bëjnë qytete nesër. Gjeni gjuhën e përbashkët dhe lëreni popullin e rahatur, se na keni futur një spicë 2 muaj, nuk po zë njerëz gjumi. E mbyllëm. Ora më se na keni hapur një belal që s'e gjendon njeri. Hajde. Përshëndetje një herë të gjithëve. Ja ta dëgjojmë zonjën me një herë më mbrapa. Përshëndetje të gjithëve. Ju falenderoj që jam dhe unë. Zotrinjve të tregojmë pak qetësi për zonjat që po flasin, se janë të gjitha në radhë. Ju falenderoj që jam dhe unë pjesëmarrëse në këtë diskutim të gjerë, me prezencën e 2 forcave të mëdha politike. Sot nuk po flas as si e majt apo e djathtë, po flas si qytetare e qytetit të Beratit. Po i filloj nga fjalët e fundit të zotit deputet, i cili vërtet vuri një emërus të përbashkët të gjitha problematikat që nëzori, vuri emërusin e përbashkët që ishte financa. Dhe financa vinte si rezultat i grantit dhe asaj që vjell nga qytetarët, nga neve. Prandaj, duke patur këto parasysh, çdo parti politike që vjen në pushtet, ajo, mbi bazën e filozofisë së saj, ndërton strategjinë.
Filozofi nuk do të thotë të flasësh me fjalë të mëdha, ja? Filozofi është ajo dia për të ditur më tepër. Dhe dia për të ditur më tepër vjen nëpërmjet perceptimit që ka individi me realitetin që ekziston, po dia vjen si rezultat i asaj njohjes së thellë të problematikave që ka ai vend në të cilin ai banon, jeton dhe ka marrëdhënie me ta. Prandaj, në bazën e këtyre njohjeve, forcat që vinë në pushtet ndërtojnë strategjinë e zhvillimit. Strategjia e zhvillimit është shumë e rëndësishme për gjithë në qytetarët se është për neve. Dikush mund të thotë, o po neve hengrëm qajirin, jo të dashur, bashkë qytetarët e mi, edhe ne do jetojmë 5 ditë të lumtura. Por aman, neve hedhim themelet e një të ardhme të lumtur të fëmijëve tanë, të këtyre të rinjve që janë këtu, qoftë të djathtë, qoftë të majtë. Prandaj, mua më ka shqetësuar edhe fjalët e para që janë gritur dhe flasin me mlefe partijake. Jo të dashur, as ty, zoti Dyli, as ju të tjerë të andej, se familjen tuaj e njoh shumë mirë prandaj. Kemi bashkëtuar të dy familjet tona, këtu në Berat, prandaj ju njoh shumë mirë dhe i di se çfarë fisnikërie keni, por ne këtu do të vijmë, do të flasim për hallet, për problematikat, si duhet i rregullojmë ato më mirë. A pati ajo reforme parë, diçka të mirë, po pati ore pati. Pati që s'kemi atë punë. Ato që u thanë këtu, mbase janë shumë të rëndësishme, por janë të rastësishme. Ajo që është problematika e diktës. Koha mbaroi të problematikat e minutit 3. Të gjithë popullit, po të lutem. Koha mbaroi. Pra, është ajo që ka është bërë në Berat. Nuk është e vërtet ajo që është bërë vetëm të Kalaja dhe të pjesa muzale. Koha mbaroi. Po është bërë në tërë qytetin, 24 ujë. Të gjitha sheshe të shtruara, fasade të zbukuruara, infrastruktura deri në Terpan, Emerald. Gjithçka e bukur që është bërë këtu. Tjetër, shtrirja e bashkisë. Nuk ka tjetër se të mbaroi koha. Ka sjell një kuadër shumë erë më të mirë. Ka sjell njerëz shumë erë më të zotët në bashki. Dhe bashkia është një bashki nga bashkit për shembull, se i ka të gjitha forcat politike brenda. Po mbaroi. Tani unë fjalën ju a dhash të gjithëve nga 3 minuta. Unë nuk mendoj që mund ta marrim dhe 3 minuta të tjera. Me radhë. Po me radhë pra. Po me radhë, gjithë se cili ka radhën. Okej, kalujmë pak tek zonja. Okej. Faleminderit. Unë quhem Anduena Zolli. Zoti Zotkaj, nëse do ta marr me përfaqësues vendor, do ta kisha nisë nga zoti Demo i pari, por nuk është kështu. Pra unë them që të dëgjojmë fillimisht qytetarët dhe pastaj shkojmë. Jo, fillojmë të dëgjojmë qytetarët, pra kemi ardhur për qytetarët. Ata dëgjoj, ju lutem rrini se s'keni pse. Po. Jo rrini, qëndroni. Se më fillon koha. Ta dëgjojmë pak zonjën. Po. Tani për respekt do dëgjojmë, ju lutem. Jeni në kohën tuaj. Jam në kohën time. Edhe pse qetësia nuk u krijua, unë do vazhdoj. Përshëndetje, unë quhem Anduena Zizolli, jam banore e rajonit 1, qytetit Beratit, dhe përsa i përket reformës territoriale, duhet patur parasysh jo vetëm numri i bashkive dhe i njësive administrative, por duhet ngritur edhe një pyetje dhe një çështje shumë e madhe. Aja ka vlitur reforma e vitit 2014? Në bashkinë ku unë jetoj, kam parë qytetarë të ndryshëm të cilët për një shërbim të caktuar kanë lëvizur me kilometra në qendrën urbane. Shërbime të cilat kanë konsistuar në shërbime shëndetësore, në shërbime arsimore, dokumentacione dhe shërbime të ndryshme të cilat nuk e marrin në vendin e vet. Dhe kjo ka çuar që përveç kostos ekonomike i ka bërë edhe dëm në kohën e tyre. Sepse ne e dim se administrata funksionon zakonisht edhe
me atë sistemin e vetë që ajde sot, ajde nesër, dhe kjo ka ndikuar drejt për drejt edhe në kohën e qytetarit. Por unë mendoj që reforma territoriale e vitit 2014 duhet të matet edhe me disa pyetje të thjeshta, të cilat ne i dim si përgjigjet, gjithë i dim si përgjigjet, por unë dua edhe t'i parashtroj. A janë afruar institucionet pranë qytetarëve? A merr qytetari shërbimin e merituar në kohë reale dhe sa më lehtë? Dhe a mbahet familjet në territor? A janë krijuar mundësitë ekonomike? Nëse një familje largohet, atëherë është e sigurt që largohet sepse nuk ka gjetur shërbimin e dur dhe shërbimin e merituar. Nëse të rinjt largohen sepse nuk ka pasur kushte të mira ekonomike dhe nuk kanë gjetur punë. Pra papunësia është shumë e madhe edhe në qytetin tim. Pra, në qarkun e Beratit gjithsej janë 5 bashki. Dhe nëse puna nuk ka funksionuar mirë në 5 bashki, si mund të funksionojë në 3 ose më 2? Nëse ka të ndiset në më pak bashki, atëherë situata do jetë më skandaloze. Faleminderit. Bashkë qytetar nga Skrapari këtej do doja, të dëgjoja. Nga Skrapari? Një sekundë. Okej, ecim. Patjetër, ta mbyllim me Poliçanin. Në një moment. Zonja ishte në radhë. Okej. Ju lutem, për një balans të sallës, do vite këty, pra do vite ju me një herë pas zonjës, dhe ju lutem, a më dëgjoni pak, pra, me një herë pas zonjës vite ju zotri, dhe ju lutem, në këtë anën këtej, për të vendosur balancën e sallës, vajzat shihni se kush është gati për të folur. Zonjë, po të dëgjoj. Përshëndetje, jam Lulita Xhaja, për më shumë se 16 vjet jam pjesëtare administratës së Bashkisë Poliçan, njëkohësisht bashkëkryetare e Partisë Socialiste. Sot përfaqësoj zërin e qytetit, vetë qytetarëve të Poliçanit. Njëkohësisht jam e shtetësa europiane, kam 2 në shtetësi, ka vendosur që unë ardhmë me fëmijët e mi të qëndrojnë në Poliçan. Pse? Do të thoni ju pse dua unë të qëndroj në Poliçan. Pse Poliçani duhet të qëndrojë bashki? Sepse e para, që në themelimin e tij, qyteti Poliçanit është krijuar me status të veçantë. I ka shërbyer shteti shqiptar nga i cili po jetoni, kanë jetuar brezat tuaj, po jetoni ju, do jetojmë me brezat e ardhshëm. Poliçani ka një infrastrukturë ushtarake e cila konkuron në Ballkan. Poliçani, sikur se tha parafolësim, ka gjithë kapacitetet e dura njerëzore për të vënë në punë atë kombinat mekanik, projektet e të cilit bashkia i ka paraqitur në gjithë instancat përkatëse, Ministrinë e Mbrojtjes, në Kryeministri, në gjithë instancat dhe ato projekte kanë mbetur në zyrtar. Poliçani ka gjithë projektet për turizmin malor, ka gjithë projektet për turizmin për industrial dhe gjithë projektet për bujqësinë. Fermerët e Poliçanit për produktet e tyre që nga domatja, nga serat e fushpeshat, po konkurrojnë treqet europiane. Poliçani ka gjithë financat e dura për të ofruar shërbimet në infrastrukturë, në arsim, në shëndetësi. Buxheti i Bashkisë Poliçan përbëhet më shumë nga të ardhurat e veta vendore se sa nga transferta e pakushtëzuar. Kemi mirëmbajtur të gjithë funksionet e deleguara me 0 kosto nga buxheti i bashkisë. Kemi financuar që nga asfaltimi i Temanit, nga Kapinova, nga asfaltimi i Toshanit për të afruar fshatrat me qendrën e bashkisë. Jo se i mungojnë kapacitetet njerëzore. Kemi asimiluar të gjitha politikët për të marrë të rinjtë e Poliçanit nga kollcentrat e për të sjellë në Poliçan. Kemi arkitekt, kemi inxhinier, kemi jurist, kemi financier. Të lutem të nderuar, duhet të bëni një plan, duhet të bëni një reformë të mirë studiuar. Nuk kemi kundra reformave, por duhet që ky popull të solidarizohet, të ruajë identiteti, të ruajë rënjët, të studiojë historia, të studiojnë traditat dhe zakonet. Nuk duhet një bashki të bashkohet një bashkie më të varfër se vetë bashkia aktuale. Faleminderit. Faleminderit. I kaloj mikrofonin zotris dhe do doja nga Dimali, po, është zotria nga Dimali. Nga Dimali është zotria këtu, me një herë. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Dua që qetësi se unë flasë nga dalë. Njerë më betë qefi se kam qenë dhe në reformën e parë, pjestar, po më betë qefi që
jemi të gjithë bashkë këtu, të gjitha krahët politikë. Dhe them do dalin një fëmijë i pjekur. Në qoftë se do gjykojmë drejt. E la ajo zonja për Poliçanin. Është fatkeqësi në qoftë se do të mbështesim largimin e njerëzve nga qendrat e banuara. Ne qendrat e banuara do të vrasim mendje si do t'i mbështesim me infrastrukturë, me specialist, me inxhinier, me agronom, me mjek, me mësues. Berati vetëm ka pasur 32 shkolla të mesme në çdo qendër kooperative. Pse? Sepse detyrohej mësuesi, e bëjmë dot. Detyrohej mjeku. Unë kam punuar 8 vjet në fshat, larg nga Berati. 21 kilometra në kem. Tani ju lutem shumë, bëjmë dot një shtet që t'i themi do punosh Poliçan mjek 5 vjet. Bëjmë dot një shtet që t'i themi do shkosh në Skrapar të punosh mamije 4 vjet. Kjo i duhet, sepse unë reformën territoriale nuk e shikoj një hartë që të heqi viza për të ndarë bashki dhe komuna. Por e shikojmë si do heqim viza për të çuar specialistë dhe shërbimin pranë qytetarit, pranë banorit. Dhe për mendimin tim, Berati nuk e shkeq me 5 bashki, me Dimalin, me Kuçovën, me Poliçanin, me Skraparin dhe me vetë Beratin. E rëndësishme është që shteti t'jeti vëmendshëm për këto bashki. Çaj mungon Skraparit? I mungon kjo. Si do ta ndihmojmë? Ti çojmë, more se kemi jetuar në 2 epoka. Planifikoheshin bursat. Qa mungon? Mjek, çojmë mjekun atje, mos i çoj tërë nga Tirana. Qa mungon? Inxhinier, çojnë në Kuçovë, mos i çoj tërë nga Berati. Këte do të bëjnë shteti dhe 5 bashkit janë të lullëzuara në qarkun e Beratit. Dhe i kërkes kam. Ju lutem shumë, mos e çoni qarkun e Beratit as në Korç, as në Vlorë, as në Fier, as gjikundi. Ka qenë dem baba dem, qendër, dem, mos fillojmë nga historia. Ju faleminderit. Faleminderit zotëri.